Ky dialog prekës mes Aliës dhe Xhanit është një nga momentet më emocionale dhe më të thella të historisë së tyre. Në një natë të mbushur me tension, pasiguri dhe rrezik, ata ndajnë jo vetëm frikën dhe shqetësimet e tyre, por edhe dashurinë e pastër që i lidh. Biseda fillon me një qetësi të brisht. Gjithçka duket sikur ka kaluar pa pasoja të mëdha. Por në sipërfaqe fshihet një ankth i madh. Xhani shpreh shqetësimin për Demirin dhe për vështirësitë që i presin të gjithë, duke treguar se asgjë nuk është vërtet e sigurt. Megjithatë, ai pranon se kjo natë ishte ndër më të bukurat për Denizin, një kontrast i fortë mes lumturisë dhe rrezikut që i rrethon. Një nga temat kryesore të këtij dialogu është lufta, jo vetëm ajo reale, por edhe ajo emocionale që ata po përjetojnë. Xhani e kupton se kjo luftë nuk do të marrë fund shpejt, ndoshta kurrë, dhe pikërisht këtu lind një nga mesazhet më të forta të skenës. Në mes të këtij kaosi dhe dhimbjes, momentet e vogla të lumturisë bëhen burimi vetëm i forcës që i mban gjallë. Rrëfimi i tij bëhet gjithnjë më personal dhe i sigurt. Ai pranon Alin se ajo është bërë gjithçka për të, burimi i energjisë, qetësisë dhe kuptimit në jetën e tij. Ai shpreh me ndjeshmëri se sa shumë do të thotë për te prania e saj, edhe kur nuk janë fizikisht bashk. Vetëm fakti që ajo ndodhej në të njëjtin vend i jepte paqe. Por tani, mungesa e saj është një boshllëk i padurueshëm. Kjo është pika ku dialogu arrin kulmin emocional. Xhani pranon hapur se nuk po arrin të përballojë dot mungesën e saj, është një moment i rrallë dobësie për të, që tregon thellësinë e ndjenjave që ka. Shprehja e dashurisë mes tyre është e thjeshtë, por shumë e fuqishme. Të dua, një fjali që bardh gjithë peshën e situatës, rrezikut dhe ndarjes së mundshme. Kur Xhan zbulon se do të largohet dhe do të kalojë kufirin, tensioni rritet edhe më shumë. Kujdesi dhe shqetësimi ndërsjellët bëhen të dukshme në çdo fjalë. Ai përpiqet të sigurojë që Alia është e mbrojtur, ndërsa ajo i kërkon të kujdeset për veten. Edhe pse përpiqen të duken të fortë, frika e humbjes është gjithmonë e pranishme. Dialogu mbyllet me një lam të mirë të thjeshtë, por të rënd emocionalisht, natën e mirë, që në këtë kontekst t'i këllon si diçka shumë e madhe. Pas kësaj, Xhan sheh një makth ku Alia plagoset rënd. Ai zgjohet i tronditur dhe i mbushur me ankth. Zemra e re fort dhe ka plon një frikë e thellë. Frika e tij më e madhe që Alia të jetë në rrezik. Ai mbetet i shqetësuar pa mas, sikur makthi i tij ishte real dhe nuk arrin të largojë ndjesinë e keqe. Mendimin se mund ta humbas apo se ajo mund të lëndohet e tmerron, duke e bërë të kuptojë edhe më shumë se sa e rëndësishme është ajo për të. Ndërsa në këtë skenë tjetër, ky është një nga momentet më të forta dhe më të ndjera mes Xhanit dhe Aliës, ku përballen dy botë, njëra e mbushur me vendosmëri dhe dashuri të palëkundur dhe tjetra me pasiguri, frikë dhe peshën e realitetit. Xhani shfaqet i fortë dhe i pathyeshëm, ai nuk ka frikë nga fjalët e njerëzve, apo thashë themet apo gjykimet. Për të, ajo që ka rëndësi është lidhja e tij me Alien, një lidhje që ai e konsideron të pastër, të shenjtë dhe të paprekshme nga askush. Ai është gati të përballet me çdo dhe të qëndrojë drejt përpara botës, sepse beson plotësisht në ndjenjat e tij. Në anën tjetër, Alia është më e përmbajtur dhe e shqetësuar, ajo e ndjen presionin e të tjerëve, realitetin e ndërlikuar dhe faktin që marrëdhënia e tyre është në një situatë të vështirë. Ajo e di që njerëzit flasin, por ai e din për ndarjen e tyre dhe çdo gjest mund të keq kuptohet. Pikërisht për këtë arsye ajo dëshiron të heqë unazën, jo sepse nuk ndjen, por sepse përpiqet të mbrojë veten dhe ndoshta edhe atë. Ky moment e vendos përballë një simboli shumë të fuqishëm. Unaza është një barë në këtë situatë të ndërlikuar. Për Xhanin, ajo është gjithçka. Historia e tyre, premtimi i tyre dhe vetë dashuria që i lidh. Kur ai thotë se nuk do ta heq, kjo nuk është thjesht një fjali, është një deklaratë dashurie dhe besnikërie. Ai refuzon të heqë dorë nga ajo që ndjen, pavarësisht rrethanave. Dialogu përfaqëson një përplasje mes zemrës dhe mendjes. Xhan udhëhiqet nga zemra dhe dashuria, Alia nga arsyeja dhe frika e realitetit, dhe pikërisht kjo e bën këtë skenë kaq reale dhe prekse. Ndërsa në një skenë tjetër, në një moment të mbushur me tension dhe dhimbje, Alia përballet me zgjedhjen më të pamundur të jetës së saj. Një nënë e dëshpëruar, e kapur mes frikës dhe dashurisë për djalin e saj Denizin.
Sadakat dhe Boran kanë marrë kontrollin e situatës, plani tyre është i ftohtë dhe pa mëshirë. Denizi duhet të largohet menjëherë me helikopter, larg qytetit, larg gjithçkaje që ai njeh, madje aq larg sa askush të mos e gjej më. Por për Alien, kjo nuk është thjesht një plan, kjo është një ndarje nga fëmia e saj. Ajo lutet, qanë vërtet, i kujton të gjithëve se çfarë nene është, sa shumë ka sakrifikuar dhe sa shumë e do djalin e saj. Çdo fjalë e saj është një thirrje për mëshirë, një përpjekje e dëshpëruar për të ndaluar atë moment që po i shkatron jetën. Mos e bëni, ju lutem, ma lini djalin tim. Por vendimi është marrë. Sadakati mes ashpërsisë dhe dhimbjes së brendshme e shtyn Alien drejt realitetit të pamëshirë. Nëse nuk veprojmë, gjithçka mund të përfundojë edhe më keq. Helikopteri po pret, koha po mbaron. Në mes të britmave, lotëve dhe dëshpërimit, Alia detyrohet të dorëzohet, jo sepse do, por sepse nuk ka më zgjidhje tjetër. Në këtë skenë, Gianni dhe Alia ndodhen në një moment të qetë, larg kaosit të zakonshëm, dhe biseda e tyre merr një ton më reflektues dhe personal. Ata flasin për karakterin e një burri, pra Kadirit, kokfort, i paqëndrueshëm, por edhe i lidhur fort me vajzën që dashuron. Biseda gradualisht kalon nga analiza e dikujt tjetër në një mendim më të thellë dhe intim. Ideja e të pasurit një vajzë nga Gianni një ditë, kjo është një nga ato momente të ralla ku ata nuk flasin për rrezik apo për ndarje, por për një të ardhme të mundshme. Gianni duket sikur përpiqet të kuptojë çfarë lloj babai do të ishte, ndërsa Alia reflekton mbi ndjenjat dhe mënyrën si dashuria mund të bëhet edhe më mbrojtëse dhe posesive. Kjo është një nga skenat më e tensionuar dhe rrezikshme, ku Sadakat përballet drejt për drejt me Xhmelin. Atmosfera është e mbushur me urrëtie të vjetër, ku Sadakat shfaqet e pamëshirshme dhe dominuese. Ajo nuk flet thjesht, ajo kërcënon hapur, duke treguar se nuk ka frikë nga pasojat. Fjalët e saj janë të ashpra dhe plot helm, duke lënë të kuptohet se konflikti mes tyre ka vite që zjen. Në një moment situata përshkallëzohet edhe më shumë, kur makina përfshihet pa dashje nga Fidan, e cila përplas Xhmelin që mund të ishte fatale. Xhmel madje është gati të manipulojë të vërtetën, duke thënë se do të dëshmoj, sikur gjithçka ishte faj Sadakatit. Kjo skenë zhvillohet si një makth, ende fuqishme emocionale Aliës, ku ajo imagjinon ndarjen nga Gianni në një aeroport, një vend që simbolizon largimin, ndarjen dhe të panjohurën. Gianni shfaqet i dëshpëruar, duke vrapuar pasaj dhe duke u përpjekur me çdo kusht ta ndalojë. Ai nuk po lufton me armiq apo rrethana, por me humbjen e saj. Fjalët e tij janë një rrëfim i pastër dashurie dhe dhimbjeje. Ai kujton gjithçka që kanë kaluar bashkë dhe refuzon ta pranojë fundin. Nga ana tjetër, Alia është e tërhequr, e ndalur nga rrethanat, ndërsa zërat përreth, siguria e aeroportit, njerëzit, e bën situatën edhe më reale dhe të pamëshirshme. Kulmi i skenës vjen kur Gianni vërtet, unë mund të luftoj me gjithçka, por pa ty nuk mundem Alia. Kjo fjali përmbledh gjithë thelbin e marrëdhënies së tyre, një dashuri që ka mbijetuar çdo gjëje, por që rrezikon të thyet nga ndarja. Në fund kjo skenë nuk është reale, është frika më e madhe e Aliës që merr formë në ëndër. Frika për të humbur Giannin dhe për të mbetur vetëm. Ndonjëherë, dashuria nuk mjafton për t'i ndalur ndarjet, por dhe ndonjëherë, luftrat më të mëdha nuk bëhen me armë, por me zemër. Alia dhe Gianna tregojnë se çfarë do të thotë të duash pa kushte, të luftosh kundër gjithçkaje dhe prap të kesh frikë se mund ta humbasësh gjithçka. A ishte kjo vetëm një ëndër apo një paralajmërim për ata që mund të vijë? Sepse ndonjëherë frika jonë më e madhe nuk është të luftojmë, por të mbetemi pa personin për të cilin luftojmë.